Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet e Meshës së Shenjtë të së dielës së 27 gjatë vitit liturgjik ciklit C. Leximin e parë dhe psalmin do të lexoj Jehona Gashi. Leximin e dytë Nora Ukaj. Ungjillin motër Irenea Lekaj, ndërsa komentin e Ungjillit do të dëgjonin nga Don Mikel Sopi. Hiri i Zotit qoftë me ju. Lexim prej librit të Habakukut profet. Deri kur do të thërras në ndihmë, o Zot? E ti nuk do të dëgjosh? Dhunë. Do të klith ka ti. E ti nuk do të më shpëtosh? Pse ma qet para të shikoj pa drejtësinë e ti, vetëm e kundron dhunën? Para meje është shkretim e dhunë, bëhet rrugatje e peshqohet grindja. Zoti atëherë me gjegji e më tha, shkruaje vegimin, zgavëroje përmbi rasëza që lexuesi të lexoj rrjedhshëm. Është vegim për kohë të caktuar. Ka përmbushja shkon, nuk ren. Nëse vonon, pritë me shpresë. Se do të vi e s'do të vonoj. Sharon ai që i drejt s'është në shpirt, nëse ai të fesë vet jeton i drejti. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyin. Bëj o Zot që ta dëgjojmë zërin tënd. Bëj o Zot që ta dëgjojmë zërin tënd. Ejani ti këndojmë Zotit, ti brohoritim hyjit shëlbuesit ton, ti dalim para me falenderje, ti këndojmë këngë hareje. Bëj o Zot që ta dëgjojmë zërin tënd. Ejani të adhurojmë të bijem përmbys para ti, të bijem në gjujnë para Zotit që na krijoi, sepse ai është hyji ynë, ne jemi populli i kullotës së tij, grigja që ai e ruan. Bëj o Zot që ta dëgjojmë zërin tënd. O si kur ta ndjenit sot zërin e ti. Mos e bëni zemrën tuaj gur por si në Merib, por si në ditë të masës në shkretetir, kur etërit tuaj më vunës provë, më provuan me gjithë se i kishin parë veprat e mia. Bëj o Zot që ta dëgjojmë zërin tënd. Lexim prej letrës së dytë të Shën Palit Apostull drejtuar Timoteut. Fort i dashur, të përkujtoj ta ringjallësh dhuratën e hirit të hyjit që është në ty, në saje të vënjes së duarve të mia, sepse hyji nuk e ka dhënë shpirtin e frikës, por përkundrazi shpirtin e virtytit, të dashurisë dhe të urtisë. Prandaj, mos të vi marrë ta dëshmosh Zotin ton, as mua të burgosurin e ti, por hiqkeq bashkë me mua për Ungjill, duke u mbështetur në fuqinë e hyjit. Ki për normë fjalët e shenjta që i ke dëgjuar prej meje në fe e në dashuri që është në Krishtin Jezus. Ruaje me ndihmën e Shpirtit Shenjtë që banon në ne, visarin e paqmueshëm të fesë që tu besua. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyin. Aleluja. Ndriçoni por si pishtar në botë, duke e mbajtur lart fjalën e jetës. Aleluja. Leximi i Ungjillit shejt sipas Lukës. Në atë kohë apostujt ja drejtuan Zotrisë këtë lutje. Na e shto fen. Zotria u tha, po të kishit fe aq sa është kokra e sinapit, do t'i thoshit këtij mali, shkulu me gjithë rrejnë dhe mbillu në det, e ai do t'ju dëgjonte. Cili për jush do t'i thot shërptorit të vet që i punon token ose i ruan dhent,
Kur të vi në mbrëmje prej fushes, hajde e ullu me të shpejt në tryez, a thua ajo përkundrazi nuk do t'i thot, bëj gati darken, ngjeshu e më shërbe sa të ha e të pi unë, një herë e pastaj ha e pi edhe ti. A thua do ta falenderoj shërbetorin pse zbatoi çka ju urdhërua? Po kështu edhe ju, kur të kryeni gjithçka ju që urdhëruar, thoni, jemi shërbëtor të pavlefshëm, bëm vetëm atë që patëm detyrë të bëjmë. Fjala e Zotit. Lavdi ty o Krisht. Qoflet duar Jezu Krishti, vëllezër dhe motra në Krishtin, dëgjues të dashur të Radio Maria Kosovë. Sot liturgjia na vendos përpara një pjesëse të Ungjillit që na çon deri në zemrën e besimit ton. Apostujt i drejtohen Jezusit me një lutje të thjeshtë por thelbësore. Shtoje besimin ton. Luka 17:5. Kjo lutje nuk ishte një fjalë kalimtare, por një nevojë e thellë për të ushqyer brendësinë e tyre shpirtërore, sepse ata e kishin kuptuar se vetëm Jezusi ishte plotësimi i jetës së tyre. Në te përjeton një prani të veçantë të hyjët, ndryshe nga çdo përvojë tjetër njerëzore. Të kujtojmë se para se ta takonin Jezusin, apostujt kishin një jetë të rregullt, të qetë dhe stabile. Nuk kishin ndonjë nevojë të ndiqnin dikën tjetër, as më tepër dikën të panjohur. Mirë po, takimi me Krishtin i përmbysi themelet e ekzistencës së tyre. Brenda tyre shpërtheu një fuqi e re, një tërheqje që i ftoi në një avanturë që do të i kaloj kufijtë e tokës dhe horizontet e kohës. Dhe në këtë udhëtim madhështor, doli në pah edhe dobësia njerëzore, gabimet, pasiguritë, kufizimet e tyre. Pikërisht këtu lindi nevoja për ta ruajtur dhuratën e pranisë së Jezusit. Ndaj kërkesa atyre është e kuptueshme, si na shto fen ose na mëso të lutemi, që do të thotë na mëso si të jetojmë me Zotin. Dhe Jezusi u përgjigj duke dhënë jo vetëm mësim, por edhe sigurinë se pa fe të drejtë e pa lutje nuk ka jetë me hyjën. Ky besim e kjo lutje e apostujve është edhe besimi dhe lutja jonë sot. Në një botë ku shpesh feja shihet si dobësi, ku njeriu të ndon të mbështetet vetëm mbi teknologjinë, fuqinë apo praninë, edhe shumë e lehta harrojnë se pa besim nuk ka jetë të plotë. Jezusi u përgjigjet me një imazh të fuqishëm. Po të keshit feje si një kokër si napi, do t'i thoshit këtij mali, shkullu e mbillu në det, dhe ai do t'ju dëgjonte. Luka 17:6. Feja si kokër si napi është imazhi që na jep Krishti, një fe e vogël në dukje, por një fuqi të madhe që mund të lëviz male e të hap horizonte të reja. Një besim i sinqert, sa do i vogël të duket, hap horizonte të reja dhe bën të mundur gjëra që njeriu vetëm me forcat e veta nuk do t'i arrinte kurrë. Jezusi nuk kërkon prej nesh një fe të jashtëzakonshme, të madhe në dukje, por një fe të pastër, të vërtetë, të vendosur. Është e nevojshme kontakti personal me hyjën, në lutje, në adhurim, por edhe në momente konkrete të jetës. Shënën Teresa e Jonë thot shumë bukur, një laps në dorën e mjeshtrit, edhe nëse lapsi nuk është i përsosur,
mjeshtri i mirë do të bëj një punë të mirë me te. Kjo pra është jeta të krishterit. Jeta jetë në dorën e Zotit, me një fe që ushqehet me lutje, që rritet me dashuri dhe që shndrohet në vepra konkrete në jetën e përditshme. Feja jonë nuk është vetëm bindje intelektuale, por është marrëdhënie gjallë me Zotin që na çon përpara edhe në përsprova. Vëllezër dhe motra, mesazhi i sotëm është i qartë. Mos të nënvlerësojmë kur forcën e një feje të vogël, sepse kur ajo mbështetet te Zoti, kthehet në një dritë që ndriçon jetën, në një shpresë që nuk shuhet, në një forcë që ka përcen kufizimet tona. Le të lutemi edhe ne me të njëjtat fjalë të apostujve: O Zot, na shto besimin. E Zoti që dëgjon zemrën tonë, do ta bëj këtë fe të vogël, si kokër si napi, të rritet e të bëhet pemë që jep jetë, paqe dhe dashuri. Shën Agustini thoshte, feja është të besosh atë që nuk e sheh, dhe shpërblim i fejes është të shohësh atë që beson. Pra, nuk na kërkohet një fe e madhe si malët, por një fe e vërtet, e gjallë dhe e pastër. Edhe një grimcë e tillë e mbjell në zemër, ka fuqinë të bëjë mrekulli, sepse forca nuk vjen nga ne, por nga Hyu që vepron nëpërmjet nesh. Pjesa e dytë e Ungjillit flet për një shërbëtor që pasi ka kryer detyrën nuk pret lavde të mëdha. Jezusi na mëson, kur të keni bërë gjithçka që ju është urdhëruar, thoni, jemi shërbëtor të pavlerë, bëm vetëm atë që na duhej të bënim. Luka 17:10. Këto fjalë nuk janë për të ulur dinjitetin tonë, por për të na kujtuar se gjithçka që kemi dhe e bëjmë është hir. Feja krishtere nuk është garë për merita, por përgjegje, dashurie ndaj dashurisë së Zotit. Shërbimi ynë është një përgjegje mirënjohëse ndaj atij që na dha gjithçka. Sot Zoti na flet, pra, të kërkojmë si apostujt, shtoje besimin tonë, sidomos në momente dyshimi, dhimbjeje apo sprova. Kujtojmë se fuqia e fesë nuk varet nga ne, por nga Hyu. Një fe e vogël, por e sinqert, bën gjëra të mëdha. Shërbejmë për ulësi, pa pritur duar trukitje, sepse vetë shërbimi është gëzim dhe shpërblim. Në këtë kuptim, Shën Pauli, në leximin e dytë, i kujton Timoteut. Zoti nuk na dha shpirt frike, por shpirt fuqie, dashurie dhe vetë përmbajtje. Letra 2 e Timoteut 1:7. Kjo është forca e fesë së vërtet. Ajo na çliron nga frika dhe na bën shërbëtor të dashurisë. Le të lutemi sot edhe ne si apostujt: O Zot, shtoje besimin tonë. Një fe e vogël por e pastër, e lidhur me dashuri, ndershmërinë dhe përvojtrinë, mjafton për të shndruar jetën dhe botën tonë përreth. Në një botë ku shpesh mbretëron egoizmi, indiferenca dhe dhuna, Zoti na dërgon si dëshmitar të besimit të gjallë dhe të dashurisë së pastër. Vëllezër dhe motra, por në këtë dielë në kalendarin katolik përkon edhe festa e Shën Faustina Kavolska, e njohur si apostullja e mëshirës hyjnore. Ishte një morgesh polake e kongregatës së motrave të Zojës së mëshirës së bekuar. Jeta dhe vepra e saj lidhet ngushtë me përhapjen e devocionit të madh ndaj mëshirës së Zotit. Ajo lindi me 25 gusht 1905 në Poloni, në një familje të thjeshtë, që e vogël tregoi thjeshtësi, devotshmëri dhe dashuri për lutje.
pas shumë përpjekjesh, me 1925 u pranua në kongregatën e motrave të Zojës së Mëshirës në Varshavë, ku mori emrin Maria Faustina e Shën Sakramentit. Në jetën e saj, përjetoi vegime dhe zbulesa të Krishtit, i cili tregoi misionin e saj të shpallë në botë mesazhin e mëshirës hyjnore si shpresë dhe shpëtim për njerëzimin. E përballuar me tuberkulozë dhe vujtje të shumta, ajo u shua me 5 tetor 1938 në moshën 33 vjeçare, vdiq pra në Krakovë. Shën Faustina, me urdhër të rregulltarëve dhe me bekimin e rrëfyesve të saj, shkroi një ditar i titulluar Mëshira hyjnore në shpirtin tim, ku përshkroi bisedat dhe përvojat e saj mistike me Krishtin. Në këtë vepër përshkruhet thellësisht mesazhi i Jezusit me besimin, shpresën, dashurinë dhe mëshirën. Nga zbulesat e saj lindën praktika të përhapura në mbar kishën. Kulti i mëshirës hyjnore, kushtuar Jezus, unë kam besim tek ty, besoj. Ju kujtohet figura e Jezusit me 2 rreze drite që bërojnë nga zemra e tij, e kuqe dhe e bardhë, simbol i gjakut dhe jujt. Dhe kjo figurë është shpërndarë në tërë kishën, gati kudo shihet, besoj t'ju kujtohet për çka është fjala. Por kjo na vjen si një dhuratë e përshpejtërisë dhe e mistikës së Shën Faustinës. E diela mëshirës hyjnore kremtohet në të dielën e parë pas Pashkve, e shpallur zyrtarisht nga Papa Shën Gjon Pauli II në vitin 2000. Ajo u shpall e lumën nga Papa Gjon Pauli II me 18 prill 1993 dhe është kanonizuar e shenjtë me 30 prill në vitin 2000 në kanonizimin e parë të mijëvjeçarit të tretë. Shën Faustina na kujton se bota nuk do të shpëtojë me drejtësi të ftoftë, por me mëshirën e Zotit, e cila është më e madhe se çdo mëkat. Mesazhi i saj është thelbësor, ungjillor, thirrje për kthim, besim, lutje dhe vepra mëshire ndaj të afërmit. Vëllezër dhe motra të dashur, dëgjues të Radio Maria Kosovë, këtu ne po ndahemi duke uruar paqe, bekime dhe ndërmjetësinë e engjëjve në jetën dhe familjet tuaja. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patët mundësi të dëgjoni liturgjinë e fjalës. Leximet e meshës së të dielës së 27 gjatë vitit liturgjik. Me ju ishin Jehona Gashi, Nora Ukaj, Motër Irenea Lekaj, ndërsa komentin e ungjillit e dëgjuat nga Don Mikel Sopi. Ju falenderojmë për vëmendje e ju dëshirojmë paqen e bekimin e Zotit. Kudo qofshi, qoftë lëvduar Jezu Krishti.